A mund na këshillon si të kemi bereqet në ditën tonë. Për me pas bereqet në kohë, domethënë në vepra, në dituri e kështu me radhë, pe gjëra më të rëndësishme është mos më rënë gjunohe. Për arsye se gjunohet e humbi bereqetin, çka thoni Milkaimi. Gjunohet e humbi bereqetin e kohës, e humbi bereqetin e dijes, në çdo gjë. Pra do të mos më rënë gjunohe ose më rujt për gjunoheve. Dhe gjithashtu për gjëra të tjera që na ndihmojnë me lejen e Allahut me pas bereqet është me lexu Kur'an sa më shumë. Sa më shumë që lexon Kur'an, aq më shumë Allahu t'jep bereqet në kohën tonë dhe në ditën tonë. Kështu domthonë kanë porositë dietarë të mëhershëm, të cilët kanë thënë se po çu i kanë porositë hoxhallarët e tyre, mësuesat e tyre, këta kanë qenë dietarë të hadithit, kanë thënë se don që Allah më don bereqet që me kërku dijet hadithit sa më shumë, lexo sa më shumë Kur'an. Thotë edhe kena provu, sa më shumë që kena lexu Kur'an, aq më shumë Allah na ka dhënë bereqet në kërkimin e dijes, pra në kohë e kështu me radhë. Pra edhe kjo është një prej shkaqeve që e përmend dietar që shtojnë bereqetin në kohën edhe ditën tonë. Po ashtu, pra me rujt kohën. Pra me pas kujdes që është thamë për këtyre telefona që na sprovu shumica prej neve, që domethënë e kalojnë kohë të shumta vetëm duke shfletu gjëra të padobishme. Jo që nuk janë të padobishme në fe, po edhe shumicën rase janë të padobishme edhe në dunja. Po video mas video dhe sheh vetëm për shembull ka kaluar një orë tu kthyer video që s'ke përfituar kurrë prej tyre. Pas në dunja, as në din, as në dunja. Madje ka mundësi që dhe e dëmtu. Ase që është tanë ke mujtë me po ato, do më në gjëra në dalu, me gra, zhveshara, kështë më radhë, edhe e dëmtu në finë tonë. Shë që një prej shkaqeve kryesore që me pas, pra bereqet në kohën tonë dhe në ditën tonë, është me rujt kohën. Pra që është kanë thonë selefi, kemi arrit njerëz që kanë qenë ma kopras për kohën, sësa që dikush për ju është kopras për pasuninë e tij. Pra nëse dikush vjen edhe do me të marrë diçka pi pareve që i ki në xhep, nuk ja jep të ato pare. Ata që kanë qenë kopras me kohën, s'kan leju që dikush me ja marrë kohën këtë. Me të regu shumë të kujdesshëm për kohën e tyre. Për që ata dhe Allah subhanahu wa taala pra i ka thonë bereqet që me një jetë shumë shkurt kanë arrit pra vepra madhështore, kanë arrit pra ka realizu qëllime shumë të mëdha. Kuptohet, ka edhe shkaqe tjera, mirë po qëto inshallah janë pikë kryesore.